Klubi i Tiranës në futboll po kalon momente të vështira. Kohët e fundit është përfolur shumë për një ultimatum të një pjesë të lojtarëve në drejtim të drejtuesve të klubit për bojkot të stërvitjes, në rast se deri javën e ardhshme nuk paguhen rrogat. Fakti që klubi i Tiranës është ende në gjyq me ish-presidentin Metush Seferi ka bërë që të bllokohen edhe llogaritë bankare të klubit Bardher Blu, çka rrjedhimisht ka sjellë edhe ngërsh financiar te kjo skuadër. I vetmi burim financiar i klubit Tirana në këto momente duhet të jetë Federata Shqiptare e Futbollit, e cila duhet të dërgojë në arkat e këtij klubi të gjitha paratë përfituara nga pjesëmarrja në Kupat e Evropës në 2 sezonet e fundit. Sekretari i klubit Dimrej sqaron se janë pikërisht burokracitë e këtij institucioni që kanë sjellë edhe ngërshjen e radhës te klubi më i njohur shqiptar. Është realitet që ata nuk kanë marrë rrogat në kohën e duhur. E konfirmoj që burokracia bankare ka qenë ajo që ka vonuar pikërisht marrjen e parave ndaj lojtarëve. Zyrtari i klubit Tirana Rauf Dimrej ka përgënjeshtruar gjithashtu faktin që lojtarët Bardher Blu i kanë vënë ultimatum drejtuesve më të lartë të ekipit për bojkot të stërvitjes dhe të ndeshjeve në rast të mosdhënies në kohën e duhur të rrogave. Unë shoh që media, një pjesë e medias deformon për çështje biznesi të gazetarisë së tyre realitetin. E para, asnjë nga lojtarët nuk ka dhënë ultimatum në klub. Përkundrazi, pjekuria e lojtarëve tanë është jashtëzakonisht e madhe dhe motivimi i tyre është i plot. Gjatë intervistës së tij për kanalin 7, Rauf Dimrej u ndal edhe tek çështja mjaft e larguar e javës së fundit kur drejtuesit e Tiranës akuzuan gjyqtarin Sokol Çeka për paracaktim të rezultatit në favor të ndeshjes me Besën. Dimrej tha se strukturat që merren me gjykimin në federat duhet tregojnë që nuk janë palë me këtë bluzë të zezë, duke dënuar atë urgjentisht. Për sa i përket prononcimit të bërë tashmë që ditën e djeshme, referuar gjykimit të ndeshjes Besa Kavajës Tirana, pa diskutim që i qëndroj atij mendimit, sepse nuk ishte diçka e lindur kot skoti, por bazohet drejt për drejti në faktet, të cilët fakte dhe publikisht u pan dhe ripërsërisin dhe një herë nevojën që përveç meje duhet të përëndsohen dhe hallkat të tjera të sportit për të shkullur i herë për gjithmonë problemin e një gjykimi tashmë që është bërë problematik në Shqipëri. Çuditërisht, ky gjyqtar dhe kryesisht e kam me kryesojnë në mënyrë të plot madje, mohoi një penallti të plot, gjë e cila do të sillte ndryshime kolosale në rezultatin final që buzëqeshta dhe fitoria, jo vetëm barazimi. Gjykime të kësaj natyre duhet i largohen Superligës së futbollit shqiptar. Nëse ky arbitër me pamjet vizive tashmë të regjistruar vërtetohet që ka gabuar, ai duhet marri masën që i takon me dëmshpërblim. Tirana do të presë në javën e 9 të Superligës në fushën e vet skuadrën e Teutës, në një kohë që aktualisht Bardher Blut kanë vetëm 9 pikë në klasifikim, shumë pranë zonës së ftohtë të rënditjes.